Po kam thënë edhe më herët, në ditën dhe momentin kur Albolena Agjiu është shëndru nga kryeparlamentare në ushtrues e detyrës së presidentit, aty kam pushu përpjekjet e Albin Kurti për me bë president, sepse çka është në gjendje Albolena Agjiu me bë për 6 muaj për Albin Kurtin, në përmbysjet e rënda kushtetues, nuk mundën 30 president tjerë me i bë as nga LDK-ja, as nga PDK-ja, as nga vetëvendosja. Kështu që qytetarë duhet ta dinë, zoti Kurti ka tashmë 3 institucionet, e ka presidentën, e ka kryeministrin, e ka kryeparlamentaren, dhe ai kështu do të mundohet të vazhdoj duke prodhu kriza dhe duke e udhëheq Kosovën me ushtrues detyre. Ushtrues detyre të presidentës, ushtrues detyre të kryeministrit kur hyn në zgjedhje, ushtrues detyre të kryetarit të Kekut, ushtrues detyre nëpër shkolla, pra kjo është doktrina e re e tij. Ai do të mundohet që vend ta çojë sërish në zgjedhjen e vjesht, sërish në zgjedhjen e pranverë, dhe sa tjetë Donald Trump në shtëpinë e bardhë, Albin Kurti do të mundohet ta udhëheq Kosovën me ushtrues detyre. Prandaj të gjitha këto drama që bëhen politike qytetarët e Kosovës duhet ta dinë, janë vetëm përpjekje për t'i mashtruar ata, sepse Albin Kurti tashmë i ka kry. I ka kry të gjitha institucionet, ati që i ka metë është me kap vetëm në gjykatën kushtetuese, në pjesë të prokurorisë, dhe tashmë Albolena Agjiu ka nisë punën e saj si ushtrues detyre presidentës, edhe shumë shpejt ju do të shihni që përveç AKI-s ajo do të vazhdojë edhe me emrime edhe si ushtruese detyres. Jo, unë mendoj për me kuptu Albin Kurtin do të me përmbys logjikën. Pra, gjithçka që për qytetarët e Kosovës tingëllon e logjikshme, do të thotë ajo nuk është zgjidhja që ai do ta ndjek. Ai ndjek vetëm zgjidhjet që janë atipike dhe të palogjikshme. Prandaj, unë nuk pres prej Albolena Agjiu që do të respektojë kushtetutën, sepse synimi, qëllimi kryesor i lëvizjes vetëvendosje është me sfidu gjykatën kushtetuese deri në zhbërjen e saj, deri në bërjen e saj të parëndësishme për rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, sepse synimi i këtij është i qartë që kë don me përmbys këtë shtetin në të cilin nuk ka hise dhe me ndërtu një republikë të re ku kë do të ketë hise. Tani ne kemi një ushtrues detyre presidentës, e cila është një kamikaze politike dhe e dëgjueshme e Albin Kurtit. Pra, po mendoj do të ishte shumë naive prej opozitës me prit prej Albolena Agjiu të racionalitet. Ajo do të bëj ekskluzivisht ato që do të kërkoj Albin Kurti prej saj, dhe me ato që kemi pa deri sot, këtë do të mundohet që t'i luajë të gjitha lojnat, herë si viktim, herë si agresor, herë me përpjekje radikale, herë duke qenë i butë, pra të bëj gjëra të tilla të cilat thash edhe njëherë e sfidojnë rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Po ne kemi kërkuar si Parti Demokratike e Kosovës me që ne jemi të bindur që edhe me kushtetutë, edhe me rregullore, edhe me ligjet të Republikës së Kosovës PDK-s i takon edhe me fuqinë politike që ka pas edhe një antar tjetër në KQZ, ne presim që ai të emërohet, po siç thash, nuk jemi naiv për të prit gjëra, si më thonë, ligjore prej kësaj presidente ose ushtrues detyre. Jo, thash edhe njëherë, zoti Kurti, në momentin që Albolena Agjiu është bë ushtruese detyres, Albin Kurti ka ndalu të gjitha përpjekjet me bë president, ai ka kry presidentin, nuk dëshiron më me bë president, kryeministrin e ka, parlamenti nuk i duhet asgjë, do të thotë ai është interesuar me zhvë sa më shpejt parlamentin, sepse nuk i duhet asgjë, dhe i ka të gjitha, e ka buxhetin tashmë të miratuar, pra e ka parat, dhe i ka ato pakut e tij all inclusive për qytetarët e Kosovës, për fëmijë, për të rritur, për nëna kështu me radhë, për të hyrë në zgjedhje. Pra, qytetarët e Republikës së Kosovës duhet ta dinë që zoti Kurti dëshiron ta qeverisë Kosovën me ushtrues detyre, sepse aty nuk ka përgjegjësi, as ka parlament me mbikëqyr, as ka Amerikë me thonë implementon marrëveshje, as ka Bashkim Evropian me thonë ti dush me ndjek rrugën e Bashkimit Evropian. Pra, aty është komfor, në gjipat e tij 500.000 euro të blindum edhe me xhama të zi, pra aty kënije të rahat. Edhe kështu do të mundohet ta vazhdoj qeverisjen e tij, por ne si opozitë, unë mendoj që gjitha partitë politike
duhet të jemi më proaktive në këtë ditë për t'ia shpjeguar qytetarët e Republikës së Kosovës sepse është në dorën e tyre për ta ndalur. Ne mund të bëjmë çfarë si opozitë, por qytetarët e Republikës së Kosovës duhet ta dinë që partitë opozitare janë partitë shtetformuese, shtet ndërtuese dhe ne kemi empati për këtë shtet, sepse kemi bërë diçka për këtë shtet. Dhe unë mendoj që është në dorën e tyre që edhe një herë të analizojnë mirë se çfarë është duke bërë ky njeri, sepse çfarë ka bërë Albin Kurti është kë ka suspendu logjikën. Përmes krizave, përmes kërcënimeve, e ka suspendu logjikën edhe njerëzit sari pyet për shtentim të rrymës, për cilën do të flasim tani. Ai vjen me një kërcënim, me një krizë të re, e cila ja mund këtë nevojën qytetarë. Dhe unë mendoj që është momenti i fundit që qytetarët e Republikës së Kosovës ta shikojnë edhe një herë se çfarë ka bërë ky njeri që 6 vite, cilat janë rezultatet e tij, edhe çush është e mundur që një parti politike që ka shumicë në parlament synon të shkojë çdo herë në zgjedhje. Unë mendoj që është detyrë qytetarë, por edhe detyrë jona si opozitë m'ia shpjegoj ndoshta edhe më mirë qytetarët për to përpjekje edhe tundime autokrate të Albin Kurtit. Po, unë mendoj që Kosova tash në periudhë është në krizë të thellë institucionale dhe ka mungesë të stabilitetit politik. Dhe stabiliteti politik është një nga kriteret e pashkruara të Bashkimit Evropian, sepse shtetet nuk mund të bëjnë as reforma, as të zhvillohen ekonomikisht, as të përmbushin kritere evropiane duke prodhuar dhe duke mirëmbajtur kriza. Dhe prandaj është kaq i rëndësishëm një stabilitet politik ku kemi një qartësi, ku kemi parashikueshmëri, sepse aleatët tonë ndojnë parashikueshmëri mbi të gjitha dhe pavarësisht intencave të Bashkimit Evropian, të Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe për antarësim NATO, edhe në antarësim në Këshillin e Evropës, edhe përmes saj edhe në gjykatën në Strasbourg për drejtat e njerëzit, e kemi një qeveri e cila e ka heqë dorë nga kjo rrugë, duke prodhuar kriza në Republikën e Kosovës dhe duke heqë dorë nga stabiliteti politik.